Sezoni që nisi me kualifikimin e Europë, kalimin e turit, kishte ato ndjesit pozitive, më them, unë nis me energji shumë të mirë dhe besoj starti ishte i shkëlqyeshëm, një sezon që nisi me fitore një pas njëshme, me ndeshje të bukura, gjë që rriti entuziazmin të gjithë që ky mund të jetë sezoni jonë. Çitet që kena bë gjatë këtij sezoni, skuadra ka bim, edhe mund të them që kena ndajt ose ullhesh kampionatit apo në vend parë më shumë se 20 javë, kështu që besoj mjafton për t'regu që jena skuadra që kena bën. Pak më ndryshe me specifiken që ndryshon me përgjysmimin e pikëve. Sigurisht dëshira ishte që të arrinim Final Fourin me diferencë konsiderueshme sipas mundësive, mendoj që kishim një periudhë dhënë që u shkputëm, siç kishim një moment dhe të vështirë që arritëm ta rikuperonim. Unë, si më thonë, si pjesë e ekipit, si një djalë shtëpi, e kam ndjerë dhe e kam përjetuar dhe në shkallët e stadiumit dhe titullin e fundit, por që ka shumë, 25 vite janë shumë për Shkodrën pa u kthyer titulli. Dhe sigurisht që është një peshë që rëndon mbi gjithë ne. Vitet kanë kalu dhe ajo rëndesa është bërë akoma më madhe, kështu që besoj që kjo skuadër ka shpatat për ta përballuar dhe për ta çuar deri në fund. Them drejtë, nuk është se ka nevojë shumë për të bërë thirrje në Shkodër. Tifozët e ndjejnë kur skuadra ka nevojë, janë aty, kanë qenë dhe në momente të vështira kur ka pas nevojë dhe sigurisht që këto javë që kanë met, jam i sigurt që mbështetja atyre do jetë maksimale si për këtë javë, por dhe për ndeshjet e Final Fourit. Ato janë sigurt, e njohin vllazërinë, e njohin dhe janë bindur që i pret një kundërshtar i fortë.